Falëndërimi qoftë Allahu subhanu wa taala, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi Muhamedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Tema jonë inshallah taala sot e ka titullin cilat janë dëmet e mëkateve që i lën tek njeriu. Pra, mëkatet çfarë dëme i bëjnë njeriut? Mëkatet lën gjurmë të këqija, gjurmë të rrezikshme në jetën e njeriut. Prandaj njeriu duhet të interesohet sa më shpejt ta gjej gabimin, sa më shpejt ta gjej shkakun pse Allahu subhanahu wa taala pe provon me lloj-lloj gjëra të këqija. Kjo ligjërat inshallah taala është këshill për të dy palët. Për palën e parë, e cila veç ka rënë mëkate, ato të cilat veç njoftohet me dëme që i sjellin mëkatet të personit, edhe të largohet sa më shpejt prej saj. E dyta është personi i cili nuk ka rënë mëkate, në ta shef se çka do të thotë nëse njeriu bën mëkate, çfarë dëme ka ai në jetën e tij. Na inshallah taala sot do të folim lidhje me mëkatet si e prishin zemrën e njerit. Mirë po duhet ta dim shumë mirë, nëse njeri i bën mëkat, i bën gjuna Allahut azza wa jall, ai i bën dom vetvetes. Nuk i bën Allahut azza wa jall. Edhe nëse i bën hajër, nëse mundohet me urrit harameve, nëse mundohet me shku rrugës Allahut edhe të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ai prap nuk i bën hajër Allahut azza wa jall, i bën dobi vetvetes. Sikur që thot Allahu subhanahu wa taala me një hadith kutsi thot: ja ibadi innakum lan tablughu darri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. O ju robët e mi, ju nuk mund të më bëni dëm dhe të më dëmtoni, as nuk mund të më bëni dobi dhe të më sjellni dobi. Pra njerëzit nuk mund mi bë dëm, as nuk mund mi bë dobi Allahu subhanahu wa taala. Çdo sen çka të bësh është në domin ton. Mirë po, nëse personi i bën mëkat Allahut azza wa jall, nuk është që i bën vetëm dom vetvetes, i bën edhe shoqërisë, edhe tjerëve i bën dom. Argument për këto kemi fjalën e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, kur një personi ka thonë: nëse një njeri bën gjuna, ai bën vetvetes gabim, i bën sherr vetvetes, nuk i bën edhe tjerëve. Çka ka thonë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu? Ka thonë: pashaat në dorën e të cilit të shpirti em, me dë vërtet, ka thonë el hubra. Hubra është një zog i vogël, ka thonë hubra mbytet në qerdhën e saj për shkak dëmit të mëkatarëve. Që ky zogi po cof ka në qerdhën e saj për shkak gjunave të njerëzve. Nuk ka vetëm se nëse ti bëjsh gjuna, i bëjsh vetë sherr vetvetit. Jo, pi bëj edhe tjetër kujt. Që edhe krijesa tjera po shojnë në sherr te. Tjetër, ka thonë Enes ibn Maliki radiallahu ta'ala anhu, hardhuca mbytet vrimen e saj nga dëmet e bijve të Ademit. Hardhuca vdes, cof në vrimen e saj për shkak gjunave të njerëzve. S'ko ka pra, nëse ti i bëjsh veç mëkat vetvetes, bëjsh gjuna vetvetes, bëjsh dom edhe u kry puna çat domin e shojsh veç ti. Jo, edhe të tjerët e kanë, edhe të tjerët dënon. Ja pra, krijesat e Allahut pafajshme, edhe ato po dënon, po shën sherr nga mëkatet, nga të këqijat e njerëzve. Na jemi inshallah taala duhet më dhon një përgjigje atyne të cilës shejtani lanetullahi alej i jep shpresa. Atyne që shejtani i jep kurajo me vazhdume në gjuna. Çka thojnë ata? Qysh është e mundshme sot njerëzit e imoralitetit, ata që shkojnë mas zinas, mas prostitucionit, ata që i bëjnë tonat këqijat, janë më të pasur. Jetojnë pasuni, jetojnë jetë mire. Kurse muslimanët, besimtarët, ata ruhen prej haramit, mirë po jetojnë fukarallëk. Jetojnë të dopt edhe poshtruar në poshtërsim. Tash njerëzit a beshini me njëherë pe bone sa pa thot, nëse bëjsh gjuna, je më mirë, jetojsh si kur kretë që shpojetojnë, qëri Evropa, e pin rakin, shkon mazinas, halal është me pi raki, halal është me pi drogën, halal është me mashtru mashkull me mashkull,
halal është mu martu femën me femën, halal është mi boton atë zezat, aha, qëfar se foje po bëjnë. Po jetojnë, sa që dikush ka thonë, Evropa është gjeneti, ata në gjenetin. E tash na duhet mi dhonë bashkë përgjigje kësaj fjalës. Kjo është një pyetje shumë e pavend, e ka një defekt. Ku është defekti ta këshyrim? Ku është defekti kësaj pyetjes? Apo ku është defekti aty në të cilët menojnë këtë metodë? Njerëzit menojnë se me zina, me prostitucion, me zinaçarllëk, apo me punë të këqija, me rën, me tradhti, me shpionazh, me tjera, jetojnë të lumtur edhe në pasuri. Mi po përgjigje është kështu. Personat me arrit dynjan, që dynjan, s'ki nevojë me bë punë të mira, për shkak se dynjaja është e fliqur, edhe dush me bë punë të fliqta e fitojsh dynjan. Dynjaja s'ka vlerë hiç. Mi po me fitu ahiretin, me fitu gjenetin e Allahit Azza wa Jall, gjeneti është i pastër edhe i lyp veprat e pastërta, i lyp punët e pastërta, nëse dush me fitu gjenetin. Dynjaja sa ka vlerë, ju të regojmë hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një ditë Rasulullah me do shokët e tij u konë rrugë dhe kanë pa një cap të ngordhur. Edhe i ka thënë sahabëve, kush prej jush mi jep një dirhem për çet capin e ngordhur? Ata kanë thënë, ja Rasulullah, kjo s'ka vlerë. Ka thënë, ky është i ngordhur, nuk vjen gjë. Ka thënë, jo, dikush jep. Ka thënë, jo, ja Rasulullah, s'ka vlerë. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a beshini që të capin i ngordhën që është që s'ka hiq vlerë. Ka thënë, dynjaja hiç nuk ka vlerë, edhe ma pak se që kjo. Dynjaja edhe ma pak se kjo ka vlerë. Pra njerëzit çka bojnë? I japin rëndësi dynjas e cila nuk ka vlerë hiç, me fitu ato e cila nuk ka vlerë, dynjan, me bo shtëpia të mëdha, me bo kera të mira, me bo, hiç nuk ka vlerë. Kto e kupton? Një njeri, nëse doni me vërtetu sa ka vlerë dynjaja, shkoni në për gjenazë e shihni. E shihni një njeri që ka punu 50 vjetë, çka ka marrë me veti? Çka ka marrë? E ka marrë vesh një qefin. Ku është marrë ai keri mirë që ka pas? Ku janë marrë ato parat e mira që ka pas? Ku janë ato të dukata që ka pas? Kur hecke në për rrugë, plot dukate, plot qafora dukatit. Ku janë edhe ato pja marrin vallan? Momentet e fundit hec ja hekin krejt. Unazat, dukatat, edhe ato valla pja marrin. S'po lën kur gjë hiç. Kur gjë s'pilën, veç një çarshaf. 50 vjet ka punu veç një çarshaf. Po me marr veç një çarshaf atëherë s'pas ka nevojë shumë me punu. S'pas ka nevojë më dhon masaj dynjas. Me po shka, në dynja kërkon Allahu Azza wa Jall punë të mira. Vlera e asaj dynjas është me punë të mira. Çmohet ajo dynja me punë të mira. Cilët janë ato punë të mira? Falish namazin, e kënaqësh Allahun, e agjerosh Ramazanin, largohesh prej haramit, nuk i mashtrosh njerëzit, nuk i tradhtosh njerëzit, nuk e pish alkoolin, largohesh prej harameve, gjërave që Allahu subhanahu wa taala t'i ka ndalu. Çështu inshallah do të fitosh. Çështu ti e ke fitu inshallah taala ahiretin i cili e kërkon vetëm me vepra të pastërta, jo me vepra të fllihura. Mëkatet vllazni e kum ngu një fjalë të mira, a çka më thënë mëkatet që shkokan gjunohat. Gjunohat kokan sikur paguish me karticë. Çka është kjo? Tha, një herë kënaqesh, mos e paguish. Me karticë çështu. I marrish senet, kënaqesh me ta, ma vonë paguish. Atë kada. Edhe gjunohat janë çështu. Një herë kënaqesh, ma vonë paguish hakin e asaj. Një herë thosh, çka ka be që po pim raki, kur gjë s'po bëjmë na? Në të që s'po bëjmë kur gjë, po pim po thotë, çu sa mirë. Shesh. Tjetri po shkon mas zinas, mas prostitucionit, po thotë, çka ka keq? Mirë po masanena. Hesapin e kësaj e paguish ma vonë. Atëra Allahu Azza wa Jall po ta çon një fëmijë sakat. Po thotë, çka bona bë unë? Meno ma herët kur e ki marrë me kartica, diç kur e ki pagu. Meno pak me kartica ditë kur ki livrit çka ki bë. Thot unë kum bo zina, për çato, paguje sot shpërblimin, paguje sot hakin e qasaj. Pi paguish atëre më vonë, mirë po njerëzve për fat kesh pi bjen men. Vllazni, prej mëkateve, prej gjunohave, zemrat prishet.
Sot na do t'i cekim disa smuje të zemrës, se cili prej jush në ta konsideron vetën ku është. Çfarë smuje ka? Nëse ki smuje në zemër, cilën prej smujeve ki? Një, Allahu subhanu wa ta'ala, ata të cilët bëjnë gjunohë, ja bon që zemra tina t'i nxjihet. I nxjihet zemra. Për shkak se mëkatet njeriut e helmojnë zemrën, ja helmojnë zemrën e tij. Sa më shumë që i bësh gjunohë, çaq më shumë zemra të helmohet. Edhe normal, kur të helmohet zemra, atëherë shka, kur zhytet në mëkate, kur helmohet mirë, nuk e njeh të vërtetën, se njeh hakin, se din. Kur ti thysh, çështu do në Allah, thotë ecbara, çështu do në Allah, ato shka do naj. Për shkak se nuk është në gjendje me analizu të mirën edhe të keqen. Ka thonë Ibrahim ibn Adhemi, shikuarit e tepur në të kotën, të largon nga njohja e të vërtetës. Sa ma shumë që i këshyrishin haram, ti qaq ma shumë largohesh pi hakit. Qaq ma shumë nuk e mundesh me dallu të vërtetën prej pa të vërtetës. Pra, sa ma shumë që e mushish synin me haram, qaq ma shumë Allahu Azza wa Jell ta largon zemrën nga haki. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala zemrën ta ka bën një automat. A ki pa kur ta bësh një punë të mirë, i thysh njerëzve, o filan, që të shka ki bo, kena me tregu mahallës kretët, jo mahallës, kretë Gjakove shko tregoj. Ku pe din këj që ka bu një punë të mirë, automati, zemra, pe din shka është e vërtet, edhe për që ato është e knoqen me atë punë. Mi po kur ta bësh një haram, me bo mi thonë, që shka ki bo ti, ku mi tregu filani, thot, amman mës mërvesh. Ku pe din këj që është haram, zemra nuk është rahat. Mi po nëse zemrën tonë ti non stop e helmojsh me haram, atëre zemra jote mot dorëzohet. Atëre shka bëhet? Për ta njerëz po thënë, ajo është i pa shpirt. Jo s'mina me thonë i pa shpirt, se pa shpirt des. Ajo është pa zemër. Bon haram edhe hiç nuk mërzitet. Bon tonat zezat edhe hiç mërzitet. I doket sa një fije të qërpikit. Për shkak se Allahu Azza wa Jell ja ka nxi zemrën e tina, s'peshet dritën me sy, ai dritë nuk sheh. Allahu na rujt, ka thonë Ibn Kaimi rahimahullahu taala, kur smuhet trupi, nuk e ndjen shijen e ushqimit. Ka thonë ashtu edhe zemra kur smuhet, nuk e ndjen shijen e adhurimit. E thirrisht një njeri me fal namaz, ama nuk e nin vetveten, nuk nin kush fal kënaqësie. Për shkak se zemra ju është e nxi. S'peshet dritën me sy. Fal namazi doket që fiskultur, thot, kush far vlerë s'kam shka me shkon fiskultur me bo. Tjetër, shka bojnë me katër, gjunat e dopsojnë zemrën. Pra shka bojnë? E bojnë rezultat që forcohet dëshira me bo gjuna, edhe largohet dëshira mu pendu të Allahu Azza wa Jell. E dopson zemrën. Zemrën nuk ka forcë me qëti me bo mu pendu të Allahu Azza wa Jell. Po të kundër të në është dorzu, edhe sa ma shumë bon gjuna i knoqët. Pra, edhe nëse pendohet me goj, jo mu pendu pendim të sinqert. Për shkak se zemra ju ka dopsu, nuk ka forcë me thonë, haramit, bolmo. Mi për shka thot, jama, s'ku me pi rakim. Ama nëse si të takon një shëshni, ajde be tapim ka një, a që edhe një pe pi, ku dhe në dhe. Ajde që edhe një. Kursa ai që është besimtar, e thot, ja. A ku më thonë njëherë nuk ku me pi rakim, u krymo. Dish mo kjo punë. Besimtari cili e ka zemrën e shnosh, e jep edhe fjallën e vetë. Edhe e manë fjallë. Mi pa ai cili ju është dopsu zemra, nuk ka forcë me ngrit veprën e tij. Nuk ka forcë trupin e tij me sundu. Tjetër, mëkatet, gjunohat e gjyveshin zemrën nga urrejtja për mëkat. Mëkatet nëse ti bëjsh gjunoh Allahut Azza wa Jell, e largojnë zemrën, e qelin zemrën, e shplojnë zemrën, e bojnë që mos me urrejt gjunohin. Sa ma shumë që bëjsh gjunoh, për ato është ma mirë. Besa dhe i krenohet me to. Pra ndaj ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummeti mu'afan illa mujahirin. Krejt ummeti jam janë të falën, përveç ata që i bojnë gjunohat haptas. Wa inna min al-mujahirin an ya'malu rajulu bil-layli 'amalan. Pi mujahirin me pi aty me të cilët bojnë vepra haptas, janë ata të cilët gjatë natës bojnë harame. Thumma yusbihu wa qad satara Allahu.
Pa thot pastaj ngritet mëngjes, Allah ja kam lu atina, mi po ai çka bën? Pa thot fe yaqulu, ja fulan, amaltu barihan kadha wa kadha, wa qad bata yasuru rabbahu wa yasbihu yakshifu satra Allahi anhu. Po thot, kur qoten sabah, ai ka bë gjuna Allahu azza wa jall, Allahu ja kam shel gjunojnë çka ka bë gjatë natës. Mi pa e kur qoten sabah çka thot? O filan, dija disha kumbo kështu. Krenohet me haramin, me gjunojnë që e ka bë. Kush janë ata të cilët krenohen me gjunojnë me haram? Ata janë të cilët i shem në për rrugë të pi alkohol. Alkoholi është haram, mi pa je pin edhe krenohet me to, hiç se si do këtë gjë e ndalume. Gjë normale është ajo, di thjesht. Kush janë ata të cilët krenohen me haram? Janë ata të cilët me femnat e huja, e për qafë, për dora, në për rrugë, e udhu bila dhe bëjnë tonat zezët. Besa kur për në shenë një me mjekra, edhe ma shumë për donë me bo, me tregu vetën që kush jo mune. Wallahi, une për pesho që si njerës për thonë, subhanallah, mirë, këta mirë që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, krejtë i meti tem Allah i kam ja falë, përveç atyne që i bëjnë gjunat haptës. E një për e tynë mirën bashkë që ta. Pi bëjnë gjunat haptës edhe krenohen në popull. Shka do të boj, lumi shka po bon. Miri ti miri, kur dalish para Allahit azza wa jall, do të dalish edhe Allah subhanahu wa taala s'ka me të dhonë, mundësi ti me shpëtu. Do t'jesh prej xhenemlive, Allahu na rujt. Një sefa ki bo gjys ore ki pi pak një piv, për çat gjys ore që ki bo krenari para njerëzve, për shkak se ti, kur pe pish atë alkoholin, po dush me thonë njerëzve, o filan, pse bes po pish. Mirë është. Kur gjëso keq, ti kur kujnas pi bëjsh keq, pi, s'ka problem, pi reklamujsh, haramin jetu je reklamu. E ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, krejt ju me jem kanë mu falë, bashkë që ta s'kanë mu falë. Këta nuk do të falën të ka Allahu azza wa jall për shkak se po krenohen me haramet që pi bëjmë. Edhe na lusim Allahin azza wa jall, Allahu të na largon një arab prej këtynve punëve, prej punëve të cilët Allahu nuk i donë, e na nëse i bëjmë, edhe nëse krenohemi me to atëre, Allahu na rujt njemi për atyne të cilët do të dënohen në xhenem. Tjetër, mëkatet e vullosin zemrën, një vull në zemrën e marrësh. Shka është kjo? Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kella belrana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Ka thonë jo, me të vërtet nuk është ashtu, por të këqijat e tyne që punuan, zemrat janë vulluan. Këqijat e tyne që kanë bo, zemra tyne ju është vullos. Si pas djetarve, me ju vullos zemra e ka kuptimin nëse ti gjithmonë vazhdojsh me gjuna, që kjo zemër më faktikisht është vullosën haram, dhe në fund do të vazhdojnë qashtu. Ka thonë Hasan el Basriu radiallahu ta'ala anhu, ka thonë kjo është efekti i kryrjes mëkateve një pas njëshme, atëre vje përfundim, i verbohet zemra. Zemra i qorohet, nuk e sheh hakin hak, e lyp vetëm sherin shër me bo, edhe nuk donë atë që ka Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse bëjsh gjuna gjithmonë, ta largon në zemër frikën prej Allahut azza wa jall, ta shtin frikën e çdo senit në dynjë. Kjo për fat keq është që ai mëkatari, gjunaqari, është i tmerruar, gjithmonë jeton në frikë. Për shkak se nik je keqe me bo, me njerë kam i thonë, ku me dik, ku do të alo shpin, ku do të alo kjerin, ku do të bëj kështu, vetëm me vetëm frigën në dynja. Friga jo është lidh me dynja. Një punë e keqe pak me bo mu bo, me njerë i thotë, o shkova, diqa, nashta gripi e ka kapaj, o shkova. Pse? Frigën e ka për shkak se Allah subhanu wa taala, për shkak se ka bo gjuna, ja ka largu mështetin në Allahun azza wa jall. Besimtari mështetet në Allahun azza wa jall edhe shka thot? Alhamdulillah, nëse vdes, kurse gjunaqari ka frigë. A e dini pse? Kanë thënë dietarë, qysh mos me pas frikë gjunaqari? Për shkak se ai ton jetën e ka dhënë me ndërtu këtë dynjë. Kurse hiç s'ka punu para dynjë. Çka menoni ju? Me ndërtu këtu një shtëpi të mira, e me thonë lekët shtëpinë e mire, me tonat mirat, ki me shku me një shtëpi që është rëzune hiç, veç në temela. A është në kush razim me thonë, pelo që shtëpi po shkoj që atje në temela, kur kush?
Krejt thënë, jo ma çfarë ti unë këtu. Edhe ky gjynaqari është i lidhen me çet dynja. Zemrën e ka lidh me dynja. Prandaj nuk don kur qysh mund ndapi dynjas. Ju ka vulos, ju është largu friga prej Allahit, ju është i friga në këtë dynja. Prandaj edhe këta janë ata të cilët nuk e shtojnë adhurimet në Allahun Azza wa Jell, nuk e përmenin Allahun Azza wa Jell, janë larg përmendjes Allahut subhanahu wa taala, janë larg largimit gjërave që Allah i ka ndalu, kërkojnë vetëm kujtjen me kënaq. Nëse japesh ato shka don, kujtja i kënaqet, ai bën sefa, ai rahatot. Mi po nëse i thua, hajde të falim namaz, i ngushtohet zemra. Hajde me agjeru Ramazan, i ngushtohet zemra. Allahu na bo prej aty me i arab që kur thush, hajde të falim namaz, i qetësohet zemra. Hajde të agjerim Ramazan, i qetësohet zemra. Hajde të abojmë ibadet Allahu Azza wa Jell, i qetësohet zemra. E kujne i qetësohet zemra përveç se besimtarve? Allahu na bo prej besimtarve i arab. Allahu na largoh prej harameve, Allahu na largoh prej gjunave cilat për fat keq janë të i najsmu zemrat tona. Wa qulu qawlu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Falënderimi qoftë Allahu subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi Muhamedin a.s., mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e njekin në rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Mëkatet vllazni e shuajnë xhelozinë e zemrës. Njeriu me të mira që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jell, ai ka një xhelozi të fortë në veten e tij. E ka një xhelozi për të afërmit e tij, për gjithë njerëzit. Për shkak se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijesa që më shumë ti ka pas xhelozi. Ka pas xhelozi për ummetin e vet. Transmetohet me një hadith që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "A habitini me xhelozinë e Sadit? Sad ibn Muadhit nuk on shumë xheloz." Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Unë jam më xheloz se ai, e Allahu është më xheloz se unë." Allahu është xheloz kur ta sheh robën e vet në atë sen ku Allahu nuk don. Allahu nuk ka qef ty me të pati të piraki. Allahu xhelozon vallahi. Pse? Sa Allahu subhanahu wa taala të ka kriju, ka qef ty me të panë sejdë të i ra. Kurse ti pe bëjsh një punë, Allahu që i dhnon, Allahu i dhnohet me ty, Allahu është xheloz. Allahu është xheloz, çish ka thënë Rasulullah, vallahi unë jam më xheloz i mi por Allahu është më xheloz se unë. Allahu i xhelozon robët e vet, nuk don mi pa në ato vende ku Allahu nuk është razi. Allahu nuk ka qef mi pa robneshat e veta dveshne, deshne. Nuk ka qef mi pa robneshat e tina me miniqa, me helanka. Allahu ka qef mi pa ato të mbuluara që mos mja splu bukurit e tyre tjetër kujt përveç se burrave të vet. Mi po na kemi njerëz të cilët nuk i xhelozojnë as nonat e tyre, as motrat, as gratë, as kërkon nuk e xhelozon. Edhe pse ato rrin me burrat huj, nuk ka problem. Kjo është gjë normale, në tash imi shekullin 21, nuk ka problem. Motrat dalin me miniqe, nuk është problem. Del me helanka, së është problem. Gruaja i del me miniqe, nuk ka problem. Ani shka, në imi shekullin 21, ku është xhelozia. Mi po xhelozi në ato gjërat të cilët ti duhesh me pas xhelozi. Na nuk po them me bo xhelozi në vend pa vend. Në vendet të cilat ti duhesh me pas xhelozi, e sidomos në ato që ti i dush. Nonën tonë nuk e dush tije, as ki qefti nonën tonë me pas të pasër, nonë e jote më konë e rujtën prej haramit, a nuk i qef motra e jote më konë larë prej haramit, a nuk i qefti gruja e jote më konë larë prej haramit, a nuk i qefti motra e jote më konë e qika e jote larë prej haramit. Normal që gjithë kush i xhelozon ato të cilat i donë. Prandaj besimtari duhet me pas xhelozi, në ato është ka Allahu Azza wa Jell donë, edhe në ato shka Allah Azza wa Jell e urren, me ndalë dhe me pas xhelozin qatë punë. Mos me lon, edhe nëse shëjsh vllahun ton që i popin raki, ti duhesh me xhelozu vllahun ton me thonë, pse o vllah jem ti pish raki? Pse ti nuk vish mi fal me rasesh dhe Allahut Azza wa Jell? Pse nuk e pish atë shka Allah ta ka bo halal? Pse shkojsh mas haramit? Pse shkojsh mas gjërave që i dhënë Allahun Azza wa Jell? Njeri e xhelozon vllahun e vet, a dini pse? Vallahi jo për tjetër sen. Vetëm e vetëm për ja don hajrin atina dhe e xhelozon. E xhelozojsh një gru, e xhelozojsh motrën tonë, e xhelozojsh nonën tonë, për shkak se ti e dush ato.
jo pse ti nuk e dush. E pra, atëre, kur peshesh pra, motra jote po del me miniqa dhe ti nuk pe xhelozosh, ti si tu e dosh motrën tonë? Çfarë dashnie ti ki ndaj motrës sonë? Peshesh që po shkon haram, edhe po thosh, a ni shka gjë normale? Vllazni, këto që i folën për këto smujet e zemrës, fundi i kësaj është zemra të vdes. Njerit zemra i vdes. Na do të folim inshallah për disa cilësi, se cilin e ta kupton se shka do thot me vdek zemra. Një, zemra jo të vdes o vllai dashur nëse e ki haru Allahun azza wa jall. Kur thua jam kon xhami, kur jam kon i vogël, vetë atëherë jam kon një xhami. Tjetrin e pyesish, a falesh me namaz sot? Unë shpesh shkoj bajram për bajram, domethënë një herë në vjet shkon në xhami. Dije o vllai dashur se ty zemra të ka vdek. Pa shkak se zemra jote spedon krijuesin e vet. Tjetër, zemra jote ka hub besimin nga ata që i ki afër. Kur kujna nuk i besosh, gjithmonë vetëm thosh jo ky kështu, ai çashtu. Zemra e vdekur nuk ka besim nga shkon. Tjetër, zemra jote vdes kur dëshpërohesh nga mëshira e Allahut azza wa jall. Mendon se Allahu subhanahu wa taala të ka harruar dhe nuk ndihmon. Allahu azza wa jall është në gjendje me ndihmu këtë krijesave, vetëm ty s'po mujka me të ndihmu. Edhe gjithmonë e hub vetveten, e hub shpresën në Allahun azza wa jall. Tjetër, zemra jote vdes kur ti nuk gjesh zgjidhje logjike në problemet e tua, sepse gjithmonë mendojsh se duhet me pas zgjidhje. Shembull, nuk thush ja Rab ndihmon, po thush do të më ndihmon filoni, do të më ndihmoj nëse bëj çështu unë do ta gjej zgjidhjen, nëse bëj kështu do ta gjej zgjidhjen. Zgjidhje gjithka lyp nuk e lyp te Allahu subhanahu wa taala. Zemra jote vdes kur nuk ndjen se të tjerët e urrejnë. Do thot, nuk e ndjen për shkak se ajo është gjithmonë në kundërshtim me secilin. Në kundërshtim me secilin, atëherë krejt do të urrejnë, edhe ai nuk e ndjen që njerëzit e urrejnë për shkak se ky të bën një punë, çka Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është i kënaqur. Zemra jote vdes kur tallesh me aftësitë e tjerëve, kur gjithmonë me njerëzit veç bësh hajgare. Ti nuk dish me marr me fol seriozisht me njerëzit, po ai thot një sen ti çish ka thot. Çish ka bën. Çdo sen hajgare, çdo sen domethënë e bën komedi, jeta e tij vetëm hajgare i duket. Vllazni, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur një sahabi andale, ka thonë unë kur porim me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po më shtot imanin Allahun azza wa jall. Mirë po, kur po shkoj në shtëpi, po merr dynjaja. Pe haroj Rasulullahin, pe haroj ahiretin. Ka thonë unë jam munafik. Edhe ka dal rrugës e të thonë, handhala munafik. E pa Ebu Bekri, tha, ku po shkojsh? Handhala, shka ki kështu? Tha, unë jam munafik, Ebu Bekri, tha, pse? Tha, kur porim me Rasulullahin, po menoj për ahiretin, po menoj për xhenetin. Tha, kur po shkoj në shtëpi, po më kap dynjaja përpara, jo ngruja, jo fëmia, jo haja, jo pija, jo ajo, jo kjo, tha, pe haroj ahiretin. Tha Ebu Bekri, subhanallah, dhe unë jam qështu si ti. Edhe të shkojmë të pejgamberi. Edhe kur shkojmë të pejgamberi, ja Rasulallah, tha, na imi munafika. Pse pejgamberi po kesh me ta? Pse ju munafika? Tha, po kur porim me ty, po na kujtohet dynjaja, po na kujtohet ahireti, xheneti, tha, po kënaqemi. Mi po si po shkojmë në përshpia, po na merr dynjaja përpara pe harojm ahiretin. Pejgamberi keshi tha, o ju vllaznë, tha, Allahu azza wa jalla ka bot dynjan sa'atan wa sa'at. Çka ka kuptimin? Pak çashtu dhe pak kështu. Me përmend Allahin azza wa jall, me bë dhikr Allahun azza wa jall, mi po dhe dynjan mos më harru. Nëse ki nevojë me jetu, ki nevojë me vesh tesha të mira, normal me punu, mi po Allahun mos më harru. Edhe kjo është. Nëse është puna për me kesh, vjen momenti edhe kur keshim, edhe kur bëjmë hajgare, mi po jo me boton jetën hajgare, veç hajgare. Jo, nuk është jeta krejt hajgare. Jeta i ka fazat e veta, jeta i ka hapat të cilët njëherë mund është më koni hidhruar, njëherë mund është më koni gëzuar, njëherë më koni pikluar, kështu është jeta. Edhe nuk ka jeta lezet nëse është vetëm me një fazë. Nëse je vetëm gjithmonë i gëzuar, vallahi nuk ka lezet jeta. Jeta e lyp, më konë në herë dhe i piklun, vëllah. Zemra jote të ka vdek, kur pakon, kur gadalson dhe vonon adhurimet e tua. Gjithmonë thuish, hajtë se do të falna, hajtë se do të falna.
Zemra jote vdes nëse nuk i sinqeritet me veten tonë edhe me mëkatet që i bësh. Çka thysh? Gjithmonë jep shpresë vetvetes, hajtë se inshallah gjumon ashme ku më nis me fal. Hajtë kur vjen gjumoj, hajtë pra inshallah për Ramazan. Kur vjen Ramazani smunesh, hajtë se nat Ramazan, nuk je i sinqert me vetveten tonë. Zemra jote vdes kur nuk gjesh shok sinqert. A di pse nuk gjesh shok sinqert Allah? Po pse vetë ti nuk je i sinqert. Prandaj, çish ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, njeri është në fenë e shokut vet. Prandaj çish je ti edhe shok ti ki? S'mundesh me gjesh shok sinqert, ti nuk je i sinqert. Tjetër, zemra jote vdes kur nuk beson se edhe nuk ka vend për ty në botë. Mendoj se kret bota tu kanë ngushtu, veç ti ki te lashe. Kret që ndu po se fa, i shesh njerëzit tysh, a beshojsh çfarë se fa e po bon. Çoraj tjetri çka, vetëm unë më tu hek. Ka vdek zemra se s'peshe realitetin, s'peshe hakin hak. Edhe tjetër, zemra jote të vdes o Allah i dashën, ku nuk nin keqardhje që po bëjsh gjuna Allahut azza wa jall. Zemra të ka vdek, ti vazhdojsh të bëj gjuna dhe kur nuk thysh që po bëjsh keq. Thysh mirë pja bëj se çashtu duhet, mirë jam të bëj. Zemra jote të vdes kur nuk lexojsh Kur'an. E haron ato. E haron Kur'anin edhe e haron atë çka ke mësuar përmendsh. Për shkak se njeriu ti fshihet truni pi gjunave. Pra nëse ti vazhdojsh në gjuna, e harrojsh edhe ato çka ke mësuar. Kemi pas raste vallahi kanë thonë njerëzit, unë sa kum ditë Kur'an kritikum haru. I harrojsh për shkak se ti nuk jetojsh me to. Tjetër, zemra jote vdes kur nuk kanë kohë tek Allahu azza wa jall për pa aftësitë tua. Nëse keni të lashe, ktheju Allahut ja Rab thuj. Ti je i plot fuqishëm o Zot. Ti je krijuesi i gjithësisë. Ja Rab ti kur dush, thysh kun fe yakun. Bono edhe bëhet. Ja Rab unë ty po drejton o Zot për dobësinë tëme që e kam. O Zot, nëse ti dush, ti mundesh me na përmirësu gjendjen tonë. Ati ne i drejtohesh. Zemra jote të vdes në çdo raste. Zemra jote të vdes kur të keqen e kthen me të keqe. Nuk dish me bëm mëshirë ndaj njerëzve. Mirë po nëse të ka bo keq, ja bësh keq. Ai keq ti edhe ma keq. Nëse vjen që të gjendje Allah i dashën, që zemra të ka vdek, ti a di çka e. Ti e veç një trup i cili po hec nëpër tokë, ai vdeku një para se me shku në varr. Nëse të ka vdek zemra, ti e i vdekun para se me vdek. Prandaj, ktheju Allahut azza wa jall, lutë Allahun azza wa jall, për shkak se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e ngjall të vdekurin. Allahu azza wa jall e ngjall edhe zemrën tonë. Qysh e ngjallësh ti zemrën tonë? Tu bëj istighfar. Çka ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Unë bëj me një rivajet 100 herë në ditë istighfar. Thom 100 herë astaghfirullah, astaghfirullah. Me një rivajet është 70 herë në ditë unë bëj astaghfirullah. Sa herë në ditë na bëjmë astaghfirullah? Resulullah sallallahu alaihi wasallam më shumë se 100 herë në ditë ka thonë la ilaha illallah. Sa herë bëjmë na la ilaha illallah në ditë? Mi po na më shumë ti se 100 herë përmendim në Facebook se kum bë kështu, në Facebook kum lexu kështu, në Facebook kum ka shkruaj ky kështu, Facebook. Allahu alem Facebookin nashta 200 herë në ditë e përmendim. Mi po nuk e përmendim Allahun azza wa jall me thon la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah 100 herë në ditë. Prandaj, qysh mos me të vdek zemra jote kur ti pe mysish. Ti je ai shkaktori që pe vrasish zemrën tonë. Për shkak se e ki haru zemrën tonë, ju ki dhun dynjos. Prandaj ngjallë zemrën tonë tu e përmend Allahun azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë, Zoti i zemrës tonë, ai ngjall zemrën tonë. Ja Rab ngjallna zemrat tona masi na kanë vdek ja Rab. O Zot shërona zemrat tona pres mujeve që i kanë zonë ja Rab. O Zot kthejnë në rrugën tonë, në rrugën cilën ti e i kënaqën me pa robët e tu. Ja Rab uzojnë rrugën e drejtë rinin tonë. Ja Rab uzojnë rrugën e drejtë reja tona. Ja Rab uzojnë rrugën e drejtë familje tona. Ja Rab bashkoj zemrat e muslimanëve. O Zot kthejnë rrugën tonë muslimanët ja Rab el alamin. O Zot kthejnë familje tonë në rrugën tonë. Ja Rab shëroj smut tonë. Ata të cilët janë smut, ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. O Zot nimoj jetimave, o Zot nimoj plegjve, o Zot nimoj atyre të cilët kanë nevojë mi dhon borxhet, mi kry borxhet njerëzve. Ja Rab lehtësoja mi kry borxhet.
O Zot, në ndihmoj jetimave, ndihmoj dvejave, ndihmoj atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Ja Rab, ti je i plot fuqishëm, ne jemi të dobët. O Zot, na ty po drejtohemi, na prej te kërkojmë. O Zot, fal na gjunat tona. O Zot, drejtonë në rrugën tonë, në cilën ti je i kënaqur me na pa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salah.